Mesazhi drejt për drejt që demaskon narrativën e Serbisë, e cila përpiqet në vazhdimsi ta paraqesë Kosovën si burim destabiliteti në rajon. Raportin e fundit të Bashkimit Evropian, i cili e konfirmon që Kosova mbetet e ekspozuar ndaj presioneve hibride të Serbisë. Lajm i mirë i forcimit të partneritetit në Parim dhe i rritjes së ekspertizës në substancë. Në kuadër të bashkëpunimit vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky është edhe një sinjal i qartë strategjik për marrëdhëniet e avancuara të Kosovës me SBA-t, i cili e konsolidon pozicionin e Kosovës në arkitekturën e sigurisë euroatlantike dhe është përtej rritjes kapaciteteve në luftimin e krimit dhe çfarë do kërcënimi hibrid ndaj Kosovës, edhe mesazhi drejt për drejt që demaskon narrativën e Serbisë, e cila përpiqet në vazhdimsi ta paraqesë Kosovën si burim destabiliteti në rajon. Pra, një rëndësi e shumëfisht e një hapi të tillë, i cili duhet të ndërlidhet në trajektoren e zhvillimeve ndërkombëtare për Kosovën, në qoftë se kemi parasysh edhe ftesën e presidentit Trump që Kosova t'i bashkohet bordit të paqes për Gazën dhe aktin e autorizimit mbrojtjes kombëtare të Shteteve të Bashkuara që e mbron në mënyrë eksplicite sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, gjithmonë në përputhje edhe me raportin e fundit të Bashkimit Evropian, i cili e konfirmon që Kosova mbetet e ekspozuar ndaj presioneve hibride të Serbisë, derisa Serbia kualifikohet si aktor destabilizues për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Është absolutisht lajm i mirë i forcimit të partneritetit në Parim dhe i rritjes së ekspertizës në substancë. Pra, ideja është që institucionet e Kosovës, duke përfshirë këtu edhe policinë e Kosovës, e ka nevojë të domosdoshme dhe të vazhdueshme rritjen e ekspertizës në fushat kryesore të hetimeve dhe të mbledhjes së informacionit ose inteligjencës, në mënyrë që reagimi edhe planifikimi i operacioneve të jetë edhe profesional edhe i pajisur mirë me informacion. Sepse ndryshimi i formave të bërjes së krimit ose kryerjes së krimeve nënkupton edhe ndryshim të nivelit të ekspertizës që kanë institucionet e sigurisë për të qenë të gatshme që të hetojnë ato, dhe investimi në hetuesi dhe në grumbullim të informacionit është domosdoshmëri.